Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht falenderoj Allahun azza wa jalla I cili na mundsoi që të arrijmë këtë Ramazan. Lut Allahun që na mundsoi edhe shumë Ramazane të tjera dhe lut Allahun që Ramazanet të jenë bereqetshme për neve në aspektin e ibadetit, në aspektin e përmirësimit ton, në aspektin e ndryshimit ton për ka e mira. Me lejnë Allahut, sot do të flasë rreth një teme që ka të bëjë me Ramazanin dhe me ndryshimin ton. Ne normalisht që kemi nevojë çdo herë për ndryshim. Për shkak se jemi njerëz, kemi mangësi, kemi dobësi, kemi gabime dhe kemi nevojë që në vazhdimsi të ngritemi në ato shkallët e ubudijës apo në ato shkallët e qenit robi Allahut azza wa jall. Zakonisht preferohet të Ramazani si piknisje I ndryshimit për disa aspekte, që do të flas sot me lejnë Allahut azza wa jall, për shkak se ndryshimi kërkohet realisht në çdo kohë dhe në çdo vend, jo vetëm se Ramazan. Ndryshimi kërkohet edhe jashtë Ramazanit, edhe në muaj Muharram, edhe muaj Shevval, Dhulqa'dah, Dhulhijja, çdo muaj. Mirpo, Ramazani I ka disa specifika që njeriu t'i mundsojnë që atë piknisjen e tij ta ketë më të saktë, më drejt, edhe e shtyn diçka ka ndryshim. Si veçori e parë e Ramazani se pse është muaj I cili mund që tjetë piknisje ndryshimit ton, është për shkak programimit shpirtëror. Shikoni psikolog bashkëkohor thonë për me arrit deri te një ndryshim duhet patjetër me pas sukses prej 6 deri 21 herë me arrit me përmirësu ose me arrit sukses me një gjë që ti dëshiron për me ndryshu. Do thot 6 herë me pas sukses me ndryshu diçka. Pas asaj bëhet më elit, edhe më bëhet më tradit, edhe vazhdon ashtu. Prej 6 deri 21 herë. Shembull më thjesht. Një person nuk ka vetbesim. Është I turpshëm, turpi kërkohet, është pjesë e fesë, mirë po nga njëra është një lloj turpi I cili ndikon te njeriu në raport me qert I vjen morrash. I turpshëm edhe nuk ka mundësi ta thyje barierën që të arrihet komunikojë me ta. Te I mos është I turpshëm. Edhe çka bën, kjo është problem realisht, duhet që të shërohet. Thonë se fillimisht ndryshimi duhet marrë prej vetja. Ai duhet në imagjinatën e tij me marr guxim me te kaluat barierë e paramendon në vetën e vet, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, se e ka thyat barierë edhe ka komuniku ose ka shku deri në një vend që më herët nuk ka pas vetë besim ta bëjë atë. Deri sa të arrije në imagjinatën e tij ta tejkalojë këtë problem. E me tejkalimin në imagjinatën e tij, atëherë fillon ndryshimi I taj edhe në realitet. Atëherë ka shumë më lehtë që ta marrë hapin guximin që të shkojë edhe takohet me njerëz ose qëndrojë me ta ose për një arsye për arsyeve që ka një problem ku ten nuk ka vetbesim. Shikoni vetbesimi është problem ose në aspektin e asaj do thotë vetbesimi është shumë I rëndësishëm, po mos me pas besim vetvete është shumë problem. E Ramazani çka të bën këtë aspekt? Ramazani sa ditë ka? 29 deri në 30 ditë. Ramazani ta bën një lloj programimi shpirtëror që ti marrë nuk e ke pas. Për shkak se janë në vazhdimsi 29 deri në 30 ditë. E fillon ditën prej imsakut e deri në perëndimin e diellit. Edhe kur fillon, atëherë çka bën? Kjo është do thotë me vazhdimsi, për çdo ditë ibadet, për çdo ditë agjërim, nuk ha, nuk pi, nuk shon, e ruan gjuhën, e frenon nefsin, mundohesh mos t'i afrohesh haramit, edhe këtë formë e edukon veten, edhe ja bën vetes një program shpirtëror. Prandaj thonë, 30 ditë Ramazan është më e mirë shumë se sa 600 ditë agjërim tjera, të cilat nuk janë me rënd. Jo që vlerën e ka më pak, po çështja është e programimit shpirtëror. Për shkak se 30 ditë rresht ta edukojnë shpirtin, ta kalisin shpirtin, që ti të ndryshosh edhe ta përmirësosh veten, edhe të niset prej atij momenti ndryshimi jot me lejnë Allahut. Kjo është specifika e parë e Ramazanit. E dyta, si specifik është marrja e vendimit. Marrja e vendimit është shumë e rëndësishme në jetën tonë, jetën e njeriu në përgjithësi. Marrja e vendimit ose vendimmarrja është cilësi e burrave të mëj. Është cilësi e një udhëheci. Nuk ka mundësi një udhëhec me qenë udhëhec përderisa ai nuk merr vendime edhe nuk di për me zgjidh problemet. Këto dy cilësi, udhëheci duhet me pas. Zgjidhjen e problemit edhe vendimmarrja. Nëse I mungon njëra,
ka me pas probleme, ka me pas defekte, menaxhimin e tij, qoftë shtetit apo qoftë shtëpisë, që ne këtë jemi udhëheca në aspektin asaj që udhëheqim e jemi do thot përgjes për dika, e kur dikush merr vendimarrje, kjo tregon që pas ka burni. E shpirtrat e fortë, prej cilësive tyre e kanë vendimarrjen. Kurse shpirtrat e dopt e kanë mosbesimin në veten e tyre dhe s'kan guxim. Çdo herë kanë dyshime ose kanë huti. Nuk munden me qenë sigurt veten e tyre. A kjo është problem tjetër? Ku njëherë fillon me pak, e shef që këtë dyshime, se zakonisht ne bazojmë jeta jonë mbështetet me marrjen e vendimeve në gjërat vogla, po ato më vonë rriten. Prandaj bëhet problem më vonë. Se fillim nuk ka qenë i tillë, me po më vonë ka orë çështja që të rritet edhe dikur më nuk e njeh njeriu vetveten e tij. Ti ka mundësi me gjetë një person i cili është pasanik, i cili ka vila, ka vetura, i ka gjitha, mirë po si person ka qenë shpirtërisht i dopt. Ai person me vdekjen e tij më harrohet. Zakonisht personat që kanë qenë vendimmarrës edhe në jetën e tyre, pavarësisht rrethonave që i kanë pasën, janë njoft historikisht që kanë qenë burra më të mëdhenj, edhe burra më të fortë. E Ramazani si ndikon te njeriu në këtë aspekt vendimmarrje, shumë e thjeshtë. Ti kur vjen për me agjëru, dita e parë ose prej para Ramazanit, çka bën? E vendos. Vendim i prerë, për shkak se ke besim. Vendim i prerë që un kam me agjëru. Ngritesh natën në jetin, nesër kam me agjëru, kjo është vendim. Për shkak se është vendim, e ke vendosur si vjet, mi fal krejt namazën në xhami. Edhe i thua para Ramazanit vetes, un kam i fal. Mos thuj un nuk du me më hik. Jo, thuj kam i fal. Se ka dallim me thon nuk du me më hik, dhe ka dallim me thon un kam i fal. Për shkak se vendoshmëria është këtu është më e madhe, kurse te para ka mundësi me pas dyshime. E ti kur merr vendim këtë rast, se ke më fal dhe ke më agjëru, realisht Ramazani të edukon, mëson, që ti në jetën tënde t'jesh i tillë që merr vendime. Edhe se ke problem vendimmarrjen. Nga janë ndoshta mundet me qenë gabim, po në përgjithësi njeriu kur është vendimmarrës, mundohet ka e mirë dhe mundohet që të qetë sa më saktë. Një prej cilësive që Ramazani e edukon njeriu në Ramazan është vendimmarrja. E treta si cilësi, si veçori e Ramazanit është finalizimi. Çka do thot finalizimi? Shiko, ti agjeron 30 ditë. 29-30, po pe mormi 30. 30 ditë në fund e arrin një finale. Apo se fillimi ka qenë me shumë vullnet, me shumë eufori, me vendimmarrje, edhe në fund shpreson pavarësisht krejt rrugës që ke rrugtimit, lodhjes, në fund e finalizon. Apo vjen dita e 30. Kur vjen dita e 30, si ngjesh ti? Ngjesh shumë mirë. Pse se ke arrit pas vete me lënë një bagazh të adhurimeve, veprave të mira që marrët si ki po. Marrët si ki pos. E ky finalizim, çka të mëson? Të edukon jetë, që jeta nuk është e lehtë. Jeta duhet mund, duhet sakrificë. Dhe për me ardhe e fundit dush me kaluna për shumë sprova, që në fund të arrish një rezultat, një sukses në jetën tënde. Keni po që njerëzit kanë probleme, e ne jemi në mesin e tyre. Dhe secili prej neve mundohet problemet e tij të zgjidh shumë lehtë, shumë thjesht. Shkon te mjeku, kërkon ilaç magjik. Shkon te hoxha, thot kam shumë probleme. I tregon, e mëson, i tregon që shembull ka probleme me rrezikun, po e mormi si shembull. I thu bani istighfar më shumë, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush ka frikën Allahut, Allahu i gjen rrugdalje, edhe kush i mbështetet atij, Allahu i mjafton. I thu bani istighfar më shumë, mundohen Allah, ban dua, ja jep udhën, apo. Mirë po shef se në ban sabër. Shumë ban sabër. Do më njerë. Zgjidhjet më njerëshme nuk ka. Rrallë. Edhe nga njerë, kur i zgjidhim ato probleme shpesh, shumë shpesh e ndohë që të gabojmë. Duhet të thot, duhet pak mund, apo. Mirë po një qështë është më nësi shumë, që duhet të kuptojmë. Edhe nëse veç i ketë e mbojnë me nësot, mjafton për neve. Për këtë jetën. Çdo ndryshim i vjen prej Allahut. Këtu s'ka dyshim hiç. Ndryshimi vjen veç prej Allahut. Po Allah e ka bë që e ka lënë sebeb njeriu në vet ta nisë ndryshimin tek ai. Do thotë që çdo ndryshim niset pite veçja. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë vetë.
mrenda, prej mrenda. Apo, përderisa nuk e ndryshon gjendjen tim mrenda. Kur e ndryshon ti gjendjen mrenda, atëherë ka me orë ndryshimi edhe jashtë. Nuk ka ndryshim për jashtë. Mundet me pas disa faktorë që ndikojnë ta tregojnë rrugën, po krejt varet prej te ti sa je gati me pas ndryshimin prej mrenda. Ti, kur e ke këtë ndryshim prej mrenda, atëherë me lenë Allah shpresohet që ndryshimi ka me ardhë edhe prej jashtë. Finalizimi, pa tjetër duhet me qenë i drejt, i sakt, ku në brendësi fillimisht, edhe pastaj për me ardhen deri të arritje e suksesit, edhe ma vonë deri të finalizim. Ramazani të epë këtë mundësi, të epë këtë luks, që tjerë për muaj nuk të japin këtë luks, edhe është luks i madh, luks i mirë, për shak se ke pa të njerëzit kur vinë thonë, ne duam ndryshim, po të mirë, tamam, ndryshim po, ama nuk ndryshohet njeri për më njëherë, duhet do thot pak më mësumi, pas disa kushte i ka ndryshimi, që ta shohim ma vonë, edhe duhet me pas një diçka që të shtynë, ti vetë dush me ditë ato gjëra. Vetë dush mësu nëse jo të mëson dikush, edhe pastaj vazhdon, ama mos prit ndryshim me njëherë. Atë shkon te rukjegjia, kujton se ki problem me sihër, për një ditë të kalon, me pasien ashtu, më nuk ishte me pas njeri smut. Hiç asnjë ndonjësh. Edhe te mjeku me shku, me kërku dhe një ilaç i cili është ilaç magjik, që ty ta mundson që ti me ndryshu çdo se njëtën tënde. Na këtë kemi probleme, këtë kemi të lasha, edhe kemi nevojë për ndonjë lloj ndryshimi, ama këto ndryshime duhet pa kohë. Patjetër. Ramazanit mëson se si për me shpresu deri te finalizimi, për shkak se në fund ti pas 30 ditëve e shijon atë kënaqësi, e shijon atë ëmbëlsi që ka qenë gjatë periudhës që ka ardhur pas lodhjes të madhe, edhe në fund kënaqësia që ndjen është kënaqësi e papërshtatshme. Si veçori e katërt e Ramazanit që jep besimtarit gjatë këtij muaji është dalja nga zakonshmëria. Në jetën tonë njeriu në përgjithësi ngritet në sabah, muslimani ngritet namazin e sabahut, pas asaj shkon punë ose ha, do thotë është rutinë e përditshme apo, pastaj shkon punë, para punës kthehet, ha buk, pushon, mbrëmje me familjen, rutinë. E ke pa nganjëherë kur e ndryshon edhe shkullton dikun edhe e ndryshon rutinën e përditshme, atëherë çka ndodh? Me njëherë e vëren në shpirtin tanë një ndryshim, apo ndryshim për ka e mira, e ndjen shpirtin më i qetë, e ke përjetu një përjetim të ri, edhe kërkohet për njeriu ta ndrojë rutinën e tij, edhe me familjen e tij. Dale nga njëherë, tutoje nga njëherë, ta ndryshojë sistemin e jetës përditshmërisë nga njëherë, e kështu me radhë. E Ramazani të nxjerr prej rutinës të përditshmërisë tonë. Ti je mësuar me vjetu çat jetë, po kur vjen Ramazani krejtësisht ndryshosh, apo krejtësisht krejt orarin e ndryshon. Sabahun, drekën i kindin, akşam krejt sistemi. Ushimin e kin kohë caktuar, pijen e kin me kohë caktuar, e ndërpret në kohën e caktuar, i di domethënë rregullat që duhet, ndryshon sistemi, apo 30 ditë. Këto 30 ditë çka të bëjnë? Këto 30 ditë ta mundsojnë me përjetu gjatë këtij muaji një gjendje që nuk e ndjen gjatë muajve tjerë. Pse se ndryshim i rutinës përditshmërisë tonë. Rutina kërkohet që të ndryshohet në krejt jetën tonë. Tregon një mjek psikiatër. Tukave arabe, tha kisha problem një periudhë prej periudhës jetës sime, edhe tha kisha presion të rënd shpirtëror. Atë shumë tha e përjetoshja rënd, sa nuk di, do thonë nuk kam pas qasi përjetim me njët. Nëndër tha e pash Mohamed El Ghazalin, djetarin bashkëkor, sepse janë 2 Mohamed Ghazali. Djetarin bashkëkor edhe më tha gjithë ditë hajatek, ripërtri e tha jetën tënde. Kur zgjohan mëngjes, ëndra tha e mbojta në mend. Edhe ma vonë e kuptova që e pas ka një libër që e ka shkruajtur Mohamed Ghazali, gjithë ditë hajatek. E ripërtri e jetën, nuk e di ashtë përthimi në gjurë shqipe. Tha që libër kër e lexova, diku më pas 80% problemeve të mia arrita për mi ndryshu. 80%. Edhe tha mu largu problemi që e pata, edhe ndryshova shumë prej problemeve që kishta pasur, nuk e kam ditë. Islamin përgjithësi, një prej simboleve të islamit, ose shenjave që e dallon, është dalja prej rutinës. Pse se islami mëson një Ramazani të asjel, apo ma vonë të asjel haqin, ma vonë muharrimi. Do thot, çdo herë ka diçka që ta ndryshon sistemin e jetës, apo
ta ndryshon për ka e mira dhe del prej asaj rutine me qëllim që ti të ripërtrihesh, ty të ndryshosh, edhe qesh ma fresh, ma i mirë, ma aktiv, ma vital. E pesta, prej veçorive të Ramazanit, është organizimi i kohës. Si në Ramazan që organizon kohën, asnjëherë s'ka mundësi për me organizu. Sidomos për ata që jetën e tyre kanë kaos. E keni po në Ramazan ndryshon personi, pse se edhe koha e tij, jeta e tij është ndryshu. E ka caktuar me kohën e imsak, kohën e iftarit, e di kur ha kur pe dhe di kur e braktis, e ka kohën e teravive, çdo sen do thotë është sistem. E ky lloj sistemi që ta jep për Ramazani, njeriu ka nevojë për dishmërinë e tij në jetën e tij. Nëse arrin Ramazan me mësu këtë lloj sistemimi, me lejen e Allahut azza wa xal, edhe ma vonë kemë pas sukses. Shikoni, ndikimi është i tillë i Ramazanit, që kush del prej Ramazanit, patjetër me vete ka me marr diçka prej veprave të Ramazanit. I jet tradit, dhikri, leximi i Kuranit, namazi i natës, agjerimi, patjetër diçka, po Ramazani do të ndikon, patjetër. Unë po flas temën e ndryshimit në aspektin shpirtëror, në aspektin e adhurimit, me poralisht ne kemi nevojë ndryshime në shumë aspekte. Dikush ka problem në aspektin familjar, por nuk ka problem në aspektin material. Dikush e kundërta. Në aspektin material, dikush në aspektin familjar e ka mirë. Dikush nivelin shoqëror nuk e ka, nuk është i kënaqur, do ndryshim, aspektin akademik nuk është i kënaqur, do ndryshim, do thotë në varet, krejt njerëzit nuk i kanë gjërat tamam. E për këto lloj ndryshime duhet pak sabër, duhet pak vullnet, edhe duhet disa gjëra tjera, të cilat do t'i përmeni tash. Cilat janë kushtet për me ardhur deri te ndryshimi. Kushti i parë është dëshira. Njeriu patjetër duhet me pas dëshirë për me ndryshu. Se nëse nuk ka ai dëshirë, vullnet për me ndryshu, nuk ndryshon. Me zonë nuk shkon. Ti mundohesh, i fol, e këshillon, e mëson, e drejton, nuk do. S'ka. Patjetër duhet prej brenda. Me pas dëshirë. Kur ka dëshirë ai, kjo është faktori i parë, shkaku i parë që me lenë Allah pritet ma vonë ndryshimi. Shkaku i dytë është njohja e mënyrës ndryshimit. Vjen një person, thot kam vezvese. Vezvese ku? Thot kam vezvese në abdes. Kam vezvese namaz. E merr e këshillon, i thu që ban dhikr, bësheqë Allahut, lezo, mëso, vetdiso, ban doa që Allahut ta largoje. Çka ban? Nuk i vepron këto. I vepron një 2, 3, e le. I të këtran apo. Çka ban? Zgjidhja ma e lehtë këtë rast ku është? Te fallxhuri. Shkon apo? Te fallxhuri, te sirbazi. Kur shkon te sirbazi, çka ban? Ka ban. Për shkak se fetarisht kjo ndalohet edhe dimi gjithë që ata vetë kanë problem, janë njerëzit smut për gjinëve dhe bashkëpunim me gjinë, dhe janë njerëzit të thotë që veç gënjejnë edhe rrejnë, dhe bashkëpunimi këtyre është me shejtan. Ai ta hekni shejtan ti shton 10 shejtana tjera. Po. Do thotë dush me ditë si mund ndryshu, formën, mënyrën, patjetër. Vjen e ki një problem, unë po e lidhim me xhallah, po e lidhim për shkak se është jemi në çat diskurs. Vjen personi ka probleme dhe realiteti që na dëshmon. Vjen personi i smut. Njëri i thot haset, tjetri i thot mësysh, tjetri i thot sihr. Dikur derisa kur e çon te nuk e gjia, e çon kur e shef ai kallaballok, kur i shef qert, alo ma smut se saj, tutot edhe ma i hik, ma edhe pi Kuranit, hik edhe pi hoxhës. Njëri ka nevojë nashta për mjek, ka nevojë për psikiatër, duhet të marrë me shiku, po qëllimi është një. Qëllimi është duhet me ditë rrugën se ka jenis. E para është dëshira, e dyta është mënyra e trajtimit problemit ose mënyra, do thotë dush me një paqe dhe mënyrën e ndryshimit. Kushti i tretë është zbatimi. Ka mundësi me pas dëshirë dhe e njeh, mirë po nuk e zbaton, nuk do. E di ki vullnet, e di formën, po priton. Sa shtëron, nuk është lehtë me luftu me nefsin ashtëron. Por këtë arsye thot Allahu alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që kanë luftuar ose që janë përpjek rrugën tonë, ne kemi udhëzuar rrugën e drejtë. Pse është betejë e rëndë me nefsin, nuk është e lehtë. Por me detyru nefsin për me agjëru, duhesh pak me bë sabër, apo? Nuk është e lehtë, duhet sabër. Edhe në përditshmëri i shef ato tjoshin, ato gjëra të cilat i janë marrat, edhe s'ka mundsi tash me ongra më ban sabër, apo? E përmban nefsin, nefs. Në Ramazan do të taravit mi fal, vallahi imami pak si gjat, ama baj sabër me len Allahut. Për shkak se është një muj, apo luft me nefsin, ama e zbaton. Për këtë arsye vjen deri te ndryshimi. Pse se do, ke vullnet, e di rrugën edhe e do zbatimin.
Edhe kur e do zbatimin, vjen deri te suksesi me lenin Allahut. Ama kur nuk do zbatim, atëherë s'ka sukses. Kjo është kushti i tretë. I katërti, ndryshimi nuk vjen prej jashtë, siç e përmenda marrë. Mos mendoj dikush se ndryshimi ka për marrë prej jashtë. Mos mendoj që hoxha e ka shkathuta të shkollën, thoshte shkopin magjik, vjen te hoxha dhe hoxha ti zgjidh problemin. S'mundet. Thot kam problem me burr, me problem 20 vjet jetë, ai do prej hoxhës me ta zgjidh. S'mundet. Ki problem me aspektin shëndetësor, shkon te mjeku, mendon që mjeku me një ilaç ka me ta ndryshu krejt gjendjen, s'ka mundësi. Ata munden me të uzu, munden me drejtu, ama ndryshimi jot në esencë patjetër duhet për marrë premëra. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata vet nuk e ndryshojnë vetvetiu gjendjen e tyre. O ka e mirë o ka e keqja, në varë ti ka do. Edhe thot, në këto raste mos prit prej dikujt që ka me ndiku të tjerë dhe ti kemi ndryshuar për më njerë. Gjithë ato ndryshime që i do, çfarë do fushë që janë, në aspekt akademik, thash fushën akademisë, ose në aspekt do të thot shoqëror, ose familjar, ose material, çka do me qenë, vetë ti, nëse nuk ndryshon, gjendja jote është problem për me ndryshu. Kushti i 5 është vendosmëria, me qeni vendos pa qëtër. Unë e përmenda, thash, kur vjen dhe tia të regon rrugën, receptin, çka bën, i vjen mërzi për i tonë, pse se ai e di që është e rëndë. Pyet ne edhe mjekët, psikiatrët, sa njerëz vinë që kanë probleme të tjera, ja u tregojnë, po sa të qëndrojnë, janë shumë pak. Pse se duhet me qeni vendost. Ka vullnet, fillimisht ka dëshirë, e njeh metodën rrugën, e zbaton, po jo për gjatë. Nuk krej gatë. E këto çështje duhet pak më gjatë. Patjetër, pse se është rrugë e rëndë, edhe nefsi refuzon, edhe do për me qenë sa ma shpejt, ama ma shpejt nuk ka. Çdo herë që ja zgjidh ma shpejt, ka pas probleme, ka pas defekte. Kjo dihet, në aspektin e menaxhimit dhe administrimit dihet. Kush punon ma shpejt dështon, ma mirë ka pak, ama sigurt, ama në fund finalizimi vjen i suksesshëm. E tregon po ky mjek, është një mjek kuvajtian, psikiatrës. Tha, njerëzit u njohin që nuk zemruna. Ama tha unë për me shëru zemrimin tim, tha më ka kalu bajgi një periudhë, një kohë. Tha është dosh një vit i plot për me largu zemrimin tim. E kam marrë, e kam shkruaj çdo kur jam zemru. Kur jam zemru, pse jam zemru, i kam llogarit, i kam lexu, kam mendu në ato situata si me vepru. Tha pas një viti arrita për me largu zemrimin, edhe më heksi qetësi prej vetës. Njerëzit ta shumë shofin i qetë, i motor, ama më herët nuk kam gjendë tajtit. A dosh patjetër angazhim mund. Ta e kam pas një problem, prej problemeve në gjetë një problem shumë të rëndë, do të thotë përjetim i rëndë, sprov e rëndë jetën e tij. Edhe shoku im njëjta e ka pas një 16 diku, do të thotë si kursione. Unë ta për 3 vite arrita me largu pikëllimin edhe atë shqetësimin tim që e kam pas shpirtin tim, që më kam mundu ta shumë. Tha pas 6 viteve shoku im tha erdhi te unë ta trajtoj si pacient. Pse se nuk ka qenë vendost. E ka ditë rrugën, i ka pas krejt mekanizmat. Ama vendosmërinë se ka pas. Duhet me qenë njeriu i vendost. Kur bëhet i vendost, atëherë me lenin Allahut, atëherë ndryshon. Si ta lidhim ose çka ka punë kjo me Ramazanin. Mas vanonë më shumë për kohë shkurt. Kur vjen Ramazani, para asaj duhet ne me planifiku. Çka duam prej Ramazanit. Dhe çka duam që ne të arrijmë dhe të ndryshojmë veten tonë. Piknisja e mundshme është Ramazani me lenin Allahut. E para planifikon. Është një rregull që thuhet, nëse dështon planifikim, nëse dështon ti planifikim, ti vetëm se ke planifiku dështim. Nëse dështon planifikim, ti vetë se ke planifiku dështim, se fundi ka për me qenë kaos, dështim, s'ka mundësi me arrit sukses. A do sukses? Planifikim, e merr shkruan fleture. Unë do t'i baj me lenin Allahut 10 hatme. Do t'i fali taravit me xhamat. Do t'a gjëroj. Do t'a bëj edhe kët, i shkruan. Mirë. Pas asaj, e kërkon pse unë i baj këto planifikime. Çka duhen për gjithë këtij mundi, për këtij planifikimi. Unë e du që me namazin e sabot ta kënaqë Allahun. Edhe Allahu të mfusin në sigurinë e tij. Du me falen e namazit me xhamat ta shoj dashurinë te Allahu. Me agjërimin të afrohem sa më shpejt edhe sa më shumë Allahut, sepse Allahu është problem për agjërimin dhe askush nuk është problem për agjërimin, ose mi themi agjërimi është i Allahut dhe sikur që është problem për agjërimin,
para asnjë vepër tjetër nuk është problem. Që në fund ta finalizoj i ndryshum, por ka e mira, ta përmeshoj sjelljen time, fjalorin tim, gjuhën time, ta ruaj se kam pas problem, zemrimin ta largoj, me familjen ti përmeshoj raportet, që më mirë, do thotë e ke një qëllim apo e shkruan. Pas asaj e vendos patjetër një vi dikun që dush mi mot ato e sapët, si ki bo, tek i ki bo, që me marr me shiku, do thotë në fund se s'ku del. Pas asaj krejt e zbaton për çdo ditë. Në fund i mbështetesh Allahut me dua. Patjetër. Pse pa lenë Allah dhe vullnetin Allah s'ka mundësi ndryshimi. I mbështetesh Allahut dhe thu o Zot, unë e dua ndryshimin. Dhe unë i kam marrë sebep, dhe o Zot unë po e zbatoj. O Zot, kam hinë Ramazan. Mundsoma që të dal prej Ramazanit më mirë, shumë se sa kam qenë. Për shkak se thash, ne kemi nevojë për ndryshim dhe zatën këto lloj ndryshime neve na mungojnë. Dhe kemi nevojë ta përmirësojmë veten shumë aspekte. Në aspektet e jetës, për shkak se personi i cili mësohet me pas sukses në këtë lloj ndryshimi ka me pas sukses edhe në aspektet tjera me lenin Allahut. Edhe në fund do thotë e merr vlerëson sa ke arrit pas Ramazanit. Nëse ke arrit deri në 50%, alhamdulillah. Nuk ke arrit krejt ose shumë, po gjysmë, jeta vazhdon. E ti e ke marrë një mësim. 50% i ke arrit, shpreson Ramazanit tjetër më shumë me shtu. Edhe punon. Mirë po, a shenja e parë e mirë të ti, është që ke vullnet për ndryshim. E ky ndryshim, me lenin Allah ka për me që ka e mira dhe ka heri. Nëse ka arrit prej 50 deri në 70, kjo është e mirë. Kjo është shumë e mirë. Edhe vazhdon këtë formë me lenin Allah që ta ndryshosh vetën. E piknisja, le të jetë e ndryshimit tonë. Çdo ndryshim që e duam prej aspektit shpirtëror, në aspektin material, familjar, shoqëror, e çdo gjë le të jetë Ramazani, për shkak se Ramazani ta jep këtë mundësi. Krahasim me muajt e tjerë, që normalisht nuk janë ngjashëm sikur se Ramazani për shkak natyrës që vetë ka Ramazani dhe veçorive që i përmban ky muaj. Elus Allahun që Allah zotjet na përmirëson, elus Allahun që Allah zotjet na ndryshon, dhe ndryshimi jon që të ka e mira, dhe elus Allahun që të na mundsoj këtë Ramazan, që Allahu është i kënaqur me neve, me veprat e tona dhe me gjithë ato të mira ose ato bamirësi që i bëjmë, sepse normalisht kur Allah është i kënaqur, atëherë për robin kjo është kulmi. Është suksesi më i madh në jetën e tij. A ka më të mirë se sa me dosh Allah? Nuk ka më mirë, askund. E ne gjithë e duam atë, synojmë atë, lutem Allahun që na bën prej tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.